Pas aferës së mbetjeve dhe hijes së rëndë që vijon të mbulojë landfillin e Tiranës, qeveria ka hapur një tjetër kanal financimi në emër të riciklimit, energjisë së pastër dhe edukimit mjedisor. Dokumenti zyrtar që mban numrin 131 dhe datën 13 mars 2026 autorizon ndihmën shtetërore për Bashkinë Tiranë në formën e grantit me titull Mbështetje me grante për zhvillimin e qëndrueshëm në fushat e riciklimit, energjisë së pastër, reduktimit të ndotjes dhe edukimit mjedisor në Bashkinë Tiranë. Sipas vetë vendimit, procedura ka nisur me shkresën numër 5231, datë 5 shkurt 2026, të dërguar nga Bashkia Tiranë. Në të kërkohet miratimi i ndihmës shtetërore për një grant me vlerë 937.4 milion lek. Pra nuk bëhet fjalë për një fond të vogël simbolik. Bëhet fjalë për afro 1 miliard lek që kalojnë në emër të projektit që premton zhvillim të qëndrueshëm, mbrojtje të mjedisit, ndarje të mbetjeve në burim, riciklim dhe nxitje të ekonomisë qarkulluese. Në letër çdo gjë tingëllon e pastër, por pikërisht këtu nis problemi. Në një qytet ku fusha e mbetjeve është ndër më të ngarkuarat me dyshime, kontrata, para publike dhe skandale, një fond i tillë nuk mund të trajtohet si nismë rutinë. Pyetja e parë është e drejtë për drejtë. Kujt do t'i shkojë konkretisht 937.4 milion lekët? Pyetja e dytë është po aq e rëndë, me çfarë kriteresh do të përzgjidhen përfituesit? Dhe pyetja e tretë është ajo që ndan propagandën nga rezultati. Si do të matet efekti real i kësaj skeme në terren? Vendimi flet për mbështetje të zhvillimit të qëndrueshëm në fushat e riciklimit, energjisë së pastër, reduktimit të ndotjes dhe edukimit mjedisor, por pa listë përfituesish, pa thirrje të qartë publike, pa standarde të matshme dhe pa mekanizëm të hapur monitorimi. Ky fond rrezikon të perceptohet si një tjetër mekanizëm shpërndarje e parash me efekt më shumë propagandistik se sa real. Kjo çështje bëhet edhe më e rëndë po të kujtohet se Tirana nuk vuan nga mungesa e strukturave, agjencive, kontratave apo instrumenteve në fushën e mbetjeve. Përkundrazi, është një sektor që prej vitesh ka gëlltitur para publike dhe ka prodhuar më shumë hije se sa zgjidhje. Pikërisht për këtë arsye, 937.4 milion lek për edukim mjedisor nuk mund të kalojnë në heshtje. Bashkia Tiranë dhe qeveria duhet të publikojnë menjëherë projektin e plot, kriteret e përzgjedhjes, përbërjen e komisionit, listën e përfituesve dhe mënyrën se si do të raportohen rezultatet. Sepse kur afro 1 miliard lek shpërndahen në emër të qytetarit por pa transparencë të plot, dyshimi lind vetvetiu.